Ndërsa ushtarakët nuk e gëlltisnin dot që një shtet I vogël si Shqipëria të qëllonte dhe të kërcënonte mbretëreshën e deteve, flotën ose kurorën e krenarisë së perandorisë ku s'perëndonte dielli kurrë, të Britanisë, të paktën deri në fillim të luftës parë botërore, kështu quaj, dhe Britania nuk mund ta gëlltiste në sy të opinionit publik këtë fakt që një shtet I vogël si Shqipëria komunist e kish kërcënuar dhe e kish qelluar për 7-8 minuta duke hedhur 100 preda para anijeve britanike. Britanikët shqetësoheshin se mos Shqipëria përdorte të njëjtin stil dhe të njëjtën linjë ashpërsie me veprime ushtarake dhe kundër anijeve të ndryshme tregtare që mund të kalonin në gjirin e Korfuzit në ujërat territoriale të Shqipërisë, aty në kanali I Medrit. Dhe këto dy opsione të Foreign Office-it dhe të admiraliatit britanik të flotës britanike që mbulonin territorin e Korfuzit, ju dërguan për zgjidhje Atlit, I cili zgjodhi rrugën e propozuar nga Foreign Office ku Shqipërisë duhet t'i jepeshe shans tjetër dhe të mos përdore gjua e forcës për ta mbajtur komunikimin me botën perëndimore